Një mbrëmje në teatr është shfaqja e këtyre 3 mbrëmjeve në teatrin Mbyllis në Fier, e ndërtuar si një komedi brillante përmes 2 çifteve që vijnë të shohin shfaqjen Hamleti, dhe siç ndodh gjithmonë midis artit, veprës artistike dhe lojës së aktorëve, publiku bëhet pjesë përmes ndjesive, imagjinatës apo imitimit të aktorëve, duke i ngjitur vetes opinion apo paragjykim, një pjesë e realitetit të tij të përditshëm. Shfaqja Një mbrëmje në teatr i bëri një publikun dhe aktorët në role si publik, Rudina Tembacaj, Hervin Çuli, Olta Daku dhe Besmir Bitraku. Jam shumë e lumtur, sapo mbaroi premiera në Fier. Faleminderit spektatorit të jashtëzakonshëm të Fierit. Faleminderit shumë, një pritje mrekullueshme. Jam vërtet shumë emocionuar. Ju dua shumë. Ishte kënaqësi, është shumë lumturi e madhe të shohësh që publiku e pret mirë një punë të lodhshme që ne kemi bërë për i kohë caktuar. Shumë i kënaqur. Faleminderit shumë. Plot emocione në këtë premier kishte edhe regjizori i ri, Giuliano Brisku. Në fakt jam shumë i emocionuar. Kjo është shfaqja ime e parë, mund të themi, me aktor të këtij niveli që gjej rastin t'i falenderoj me shpirt se kanë bërë një punë të jashtëzakonshme. Themi në një kohë shumë sfiduese, duke qenë se ishin të gjithë të angazhuar dhe ja dolëm. Sot kisha një stres shumë madh duke ditur si do priste publiku, por mendoj që shkoi shumë mirë dhe faleminderit shumë publikut të Fierit. Edhe sigurisht edhe bashkisë për këtë mundësi. Shfaqja kaloi si një premierë absolute në teatrin Mbyllis në Fier, plot emocion për publikun ku nuk mungojnë as të huajt. Po, shumë të bukur ishte, kënaqem shumë. Po, është gjithmonë bukur të vinë në teatri, të shko diçka të ndryshëm këtu në Fieri. Tashmë teatri është bërë pjesë e jetës argëtuese në Fier, siç është edhe tradita. Shfaqja Një mbrëmje në teatr vijon për 3 net në teatrin Mbyllis në Fier në këtë javë të qershorit.